Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive në vend që të ishte një institucion pararojë në luftën kundër korrupsionit, është kthyer prej disa vitesh në mburojtje të pasurive të paligjshme të pushtetarëve, produkte të parave të pista. Referimet në organin e akuzës kanë rënë me rreth 70%, rënje që reflektohet edhe në raportet vjetore të ILDKPK-is në kuvent. Nuk kemi të bëjmë thjesht me dështimin e një institucioni që paguhet nga taksapaguesit shqiptar dhe për cilin kanë investuar miliona euro SBA dhe BE. ILDKPK-i është kthyer vetë në një zgafell korrupsioni dhe pazaresh, ku hetimet pasurore mbyllen përmes ndërhyrjeve, miqësive, sekserve dhe pagesave. Për degradimin e ILDKPK-is ekziston një konsensus i heshtur dhe i qëndrueshëm mes grupeve partijake që përbëjnë kupolën politike të Tiranës. Ky degradim i është besuar zonjës Evgjeni Bashari, e cila më parë ka qenë sekretare ish kryetarit Shkëlqim Ganaj. Ky i fundit referoi mbi 500 dosje për fshehje pasurie dhe pastrim parash në prokurori, ndonse mbi 90% e tyre u mbyllën pasi ende nuk ishte ngritur spaku, por Ganaj u zëvendësua me sekretaren e tij. Ishte një konsensus i Edi Ramës, Sali Berishës dhe Ilir Metës për ta kthyer ILDKPK-in në paradhom të tyre përmes Evgjeni Basharit. Dhe ashtu ndodhi. Prej 5 vitesh në krye të ILDKPK-is, Bashari ka bllokuar hetimet dhe nuk ka referuar asnjë zyrtar të lartë në SPAK për fshehje pasurie dhe pastrim parash. Nyja lidhse me zyrtarëve të korruptuar dhe zonjës Bashari për bllokimin dhe degradimin e ILDKPK-is, mësoi se është vëllai i saj, Knidi Bashari, në rolin e mentorit dhe sekserit. Pesha e tij u rrit në vitin 2020, pasi e motra u zgjodh në krye të institucionit. Madje Knidi Bashari konsiderohet edhe si kryetari real i ILDKPK-is. Çdo zyrtar që ka ndonjë problem me fshehjen e pasurive vihet në kontakt me Knidi Basharin, i cili ofron zgjidhje kundrejt tarifave të korrupsionit. Knidi Bashari është zyrtar i lartë në Ministrinë e Financave, kur ministër ishte Arben Ametaj. Paratë e përfituara nga kjo skem korrupsioni me ILDKPK-in, që drejtohet nga e motra, investon në pasuri të paluajtshme dhe në kompani të skeduara nga FBI-a për krime kompjuterike. Krahas kapjes së ILDKPK-is dhe shndërrimit të saj në instrument fitimi, Knidi Bashari nisi të trokas edhe në dyert e institucioneve publike, duke u vetë prezantuar si këshilltar në kryeministri për digitalizimin, pozicion ky që i siguronte akses dhe marrëdhënie e bashkëpunimi me drejtuese titullar institucionesh, pasi digitalizimi i shërbimeve është prioriteti i qeverisë. Depërtimi dhe lëvizjet e tij nëpër zyrat e institucioneve si këshilltar i Ramës do kujtojnë historinë e famshme të Grigori Rasputin, duke u maskuar si këshilltar i kryeministrit dhe si njeriu që zgjidhallet me ILDKPK-in. Bashari dyshohet se ka shtuar ndjeshëm të ardhurat, të cilat i ka qarkulluar përmes kompanive të tij. Bashari rezulton bashkëpronar me 45% të aksioneve në kompaninë Keminet, e cila ushtron veprimtari në ofrimin e shërbimeve të internetit, dizajnimin e rrjeteve private dhe publike të komunikimit, pra në një fushë që përkon drejt për drejt me digitalizimin. Në vitin 2016, në prokurorinë shqiptare mbërriti një kërkesë nga Byroja Federale e Hetimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila kërkonte bashkëpunim në funksion të një hetimi të nisur për një krim të dyshuar kompjuterik. E dyshuar për përfshirje në këtë aktivitet të paligjshëm ishte pikërisht kompania Keminet, me administrator dhe bashkëpronar Knidi Basharin. Në letër porosinë e mbritur në Shqipëri, thuaj se Prokuroria e Distriktit Perëndimor të New Yorkut dhe seksioni i krimit kompjuterik dhe pronës intelektuale i Departamentit Amerikan të Drejtësisë, së bashku me FBI-n, po hetonin shkelje të ligjeve penale të SBA-s përmes hyrjeve të paautorizuara në rrjete kompjuterike, interceptimit të kredencialeve të përdoruesve, sulmeve të koordinuara për bllokimin e shërbimeve dhe krijimit të mekanizmave infektues. Nga hetimet paraprake, kishte rezultuar se një nga adresat që lidhej me këtë aplikacion të dëmshëm çonte në një server që ndodhej në Shqipëri. Adresa figuronte e regjistruar me të dhënat Knidi Bashari, Keminet, Ltd, ndërkohë që institucionet ligjzbatuese shqiptare ju përgjigjen pozitivisht kërkesës së FBI-s për bashkëpunim. Knidi Bashari ushtronte funksionin e këshilltarit të ministrit të Financave. Në vijim, Bashari, krahas funksionit publik, rolit si sekser dhe këshilltari Remi Edi Ramës, shtoi aksionet në kompaninë Keminet, e cila nisi të përfitonte dhe fonde publike përmes tenderve në konflikt të hapur interesi. Aktualisht, Knidi Bashari mban pozicionin e kryetarit të bordit administrimit ekonomik financiar të Radio Televizionit Shqiptar.